të merret me ju? Ka shumë e keni lënduar me largimin tuaj? Para ty nuk ka emër ku e adresohet. Por nëse ajo gjë më adresohet mua, duhet ta kishte bërë me emër, por nuk ka emër konkret. Por nëse më adresohet mua, më vjen keq që është kthyer në një shpifës dhe shantazhues serial që kërkon të mbuloj dështimet e leadershipit të tij. Pasi ato janë çështje që unë do merrem pas 11 majit dhe do merrem shumë seriozisht, sepse do kërkoj të drejtën time ligjore mbi atë çështje, por tani unë jam fokusuar fort te fushata e 11 majit. Për sa i përket konvertimit apo largimit, përgjigjen ja ka dhënë zoti Faik Basha. Pra, ju flisni për veten tuaj, zoti Basha flet për veten. Kandidati i tij që ishte përballë për president partisë. Përgjigjen e ka dhënë e nderuara ish kryetaria e gruas që i sqaroi shumë qartë arsye pse u largua. Pra, ato arsye që unë i kam bërë një vit më përpara, njerëz afër tij i bën edhe pas konventës së 27 prillit. Pra, është e qartë situata. Por unë jam i fokusuar tek fushata elektorale. Unë jam i fokusuar qartazi tek angazhimi maksimal për t'i dhënë mbështetje maksimale Partisë Socialiste në fitoren e zgjedhjeve në Tiranë. Nga ana tjetër, kërkoj mbështetje maksimale të çdo kolegu, të çdo qytetari,